Pas bashkive të qyteteve turistike, mes të cilave edhe Vlora, të cilat dolën me një plan masash për mbarvajtjen e sezonit turistik, kryesisht për mjetet e tonazhit të rënd, tashmë edhe policia e shtetit ka hartuar një plan të tillë. Ky plan masash do të shtrihet në periudhën nga data 15 qershor deri në datën 15 shtator dhe kufizon lëvizjen e mjeteve të tonazheve të rënda, kryesisht në ato që janë mbi 7.5 ton. Ditën e premte, lëvizja do të kufizohet duke nisur prej orës 15 deri në orën 24, ndërsa ditën e shtunë dhe të diel kjo lëvizje do të kufizohet prej orës 7 deri në orën 24. Por lëvizja nuk do të kufizohet vetëm brenda qyteteve, por edhe në rrugët interurbane apo dhe autostradat e vendit. Për këtë qëllim, policia e shtetit pritet të shtojë edhe numrin e patrullimeve në të gjitha segmentet rrugore. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për sezonin turistik veror, duke përfshirë edhe zonat me fluks të lartë vizitorësh, mes tyre edhe Vlorën. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë sezonit veror, i cili shtrihet nga 15 qershori deri në 15 shtator, do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda në akset kryesore rrugore. Kufizimet do të zbatohen për mjetet e transportit të mallrave me masë totale maksimale të autorizuar mbi 7.5 ton, si dhe për kategoritë të tjera të përcaktuara në udhëzim. Masa do të aplikohen në autostrada, rrugë interurbane dhe urbane, kryesisht në segmentet që përshkojnë zona turistike dhe bregdetare, ku gjatë sezonit veror regjistrojnë flukse të larta qarkullimi. Sipas policisë së shtetit, kufizimet do të jenë në fuqi nga 19 qershori deri në 15 shtator dhe do të zbatohen sipas orareve. Të premten nga ora 15 deri në orën 24, të shtunën nga ora 7 deri në orën 24, të dielen nga ora 7 deri në orën 24. Ndërsa për festat zyrtare kufizimet do të nisin nga ora 15 e ditës pararendëse deri në orën 22 dhe do të vijojnë nga ora 7 deri në orën 24 të ditës së festës. Policia e shtetit thekson se këto masa synojnë lehtësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik.